Gjendet në plazhin e Ksamili trupi i Pajeti 49 vjeçarit. Pas disa orësh kërkimesh, policia ka gjetur trupin e Pajet të Naim Likometit në plazhin e Gjirit të Hartës në Ksamil. 49 vjeçari nga Tirana, i cili ishte shpallur i zhdukur që prej mëngjesit të 8 marsit, dyshohet se është vetë mbytur. Megjithatë, hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Sipas policisë, trupi u gjet në orët e pasdites dhe është transportuar për në morg, ku do të kryhet autopsia për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Misteri rreth zhdukjes së Likometit u thellua kur rrobat dhe telefoni i tij u gjetën në breg të detit. Telefoni ishte aktiv deri në orën 16 të datës 8 mars, përpara se të fikej, duke e bërë të vështirë lokalizimin e tij. Familjarët dhe miqtë e viktimës janë trondhitur nga kjo ngjarje, ndërsa policia vijon hetimet për të kuptuar nëse bëhet fjalë për një akt vetflijimi apo nëse ka rrethana të tjera të dyshimta që mund të kenë ndikuar në këtë tragjedi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.